Me bita motër Maria Luisa, Zoti ju bekoft, në mënyrë madhështore pyetja ime motër është e Marku 9, vargje 38 deri në 41. Marku 9, 38 deri në 41. po. Atëherë Gjoni u përgjigj dhe i tha: Mësues, dhe pam një njeri që nuk na ndjek, që i dëbonte demonët në emrin kënd dhe ja ndaluam, sepse ai nuk na ndjek. Por Jezusi i tha: Mos ja ndaloni, sepse s'ka njeri që mund të bëjë një vepër të fuqishme në emrin tim dhe fill pas kësaj të flas keq për mua. Sepse kush nuk është kundër nesh, është me ne. Sepse kushdo që do t'ju jap të pini një gotë ujë në emrin tim, sepse jeni të Krishtit, në të vërtet po ju them se ai nuk do ta humbas shpërblimin e vet. Motër, pyetja ime lind nga diçka që kam dëgjuar të thonë disa vëllezër dhe motkarmëkish. Për shembull, ka disa hebrej në Shtetet e Bashkuara që janë të krishterë dhe ndjekin Jezusin, dhe ata japin dëshminë e tyre dhe thonë se edhe ata kanë marrë dhuntit frymërore, si dhuntia e profecisë ose e shërimeve. Dhe kam dëgjuar disa vëllezër dhe motra po thonë se kjo vjen nga djalli. Kështu që bazuar në këtë pasazh të Biblës dhe në atë që ju na shpjegoni me librin tuaj projektime, që kur ju ishit shumë e re dëgjuat profeci nga disa motra që nuk ishin pjesë e kishës tonë, por që mbiveshin në Zot dhe kishin dhuntin e profecisë, atëherë pyetja ime është, sa e vërtet është që vëllezërit dhe motrat e tjerë që po ashtu besojnë në Jezu Krisht, edhe nëse nuk janë pjesë e kishës tonë, të kenë dhunti frymërore apo me të vërtet kjo vjen nga djalli? Mirë, ne nuk jemi këtu për të gjykuar, nuk jemi për të gjykuar njerëzit. Mësohet se Zoti Jezu Krisht është Perëndi dhe se është biri i Perëndis. Mister ky që ndoshta ne nuk arrim ta kuptojmë, por duhet të besojmë sepse kështu tha Perëndia dhe duhet ta besojmë se është Perëndi dhe se është biri i Perëndis dhe se është rruga përmes së cilës i gjithë njerëzimi do të shpëtohet. Ata që besojnë në Jezu Krisht. Besojnë në Jezu Krisht, por çfarë duhet të besojmë për Jezu Krishtin? Sepse nuk është thjesht të thuash besoj në Jezu Krisht, sepse unë mund të them besoj te kjo orë dhe dini pse besoj te kjo orë, sepse po e shikoj. Nëse nuk do ta shihja, nuk do besoja tek ora. Kjo është pra. Atëherë njerëzit fillojnë dhe thonë, po unë besoj në Perëndi, po besoj në Zot, por një gjë është të besosh dhe një gjë tjetër është të bësh vullnetin e Perëndis dhe të kuptosh se çfarë besojmë rreth tij. Atëherë njerëzit thonë, po unë besoj në Jezu Krisht, por si, çfarë është Jezu Krishti për ju? Dikush thot, ai ishte një profet, ishte një njeri zakonshëm, profet, një shërbëtor i Perëndis. Atëherë ka gabim, sepse Zoti Jezu Krisht na mësoi dhe Bibla mëson që të besosh në Jezu Krisht është të pranosh, të besosh, të pranosh që Jezu Krishti është Perëndi, që Jezu Krishti është biri i Perëndis, që Ati e dërgoi dhe që ai është e vetmja rrugë që të çon në jetën e përjetshme. Nuk do të na shpëtoj askush, as Pietri, as Gjoni, nuk na shpëton as Pietri, as Gjoni, as Pali, as Maria, nëna e Jezu Krishtit, as Maria Magdalena, as një nga këta persona nuk do të na shpëtoj, nuk do të na çojë në jetën e përjetshme vetëm Jezu Krishti. Atëherë ju përmendët që janë disa hebrej që besojnë në Krisht, po, me siguri, shumë mirë që besojnë në Jezu Krisht, tani le të shpresojmë që bëjnë vullnetin e Jezu Krishtit. Mirë, kjo është puna e tyre. Bibla është aty që na mëson se cila është rruga dhe çfarë duhet të bëjmë për të qenë plotësisht të sigurt që po ecim në rrugën e vërtet, që nuk është vetëm të besosh dhe nuk është vetëm të thuash Zot, Zot, por duhet të bësh vullnetin e Perëndis, të mos mëkatosh, të mos kryesh mëkate dhe të dish se çfarë është me të vërtet Jezu Krishti, që të mund të themi ne e kuptoj rrugën dhe po e ndjek këtë rrugë. Unë nuk do të gjykoj njerëzit, por unë do t'i mësoj ata. Dhe unë u mësoj njerëzve se si të besojnë, çfarë do të thotë të besosh në Jezu Krisht dhe cila është rruga e tij, kështu që po i mësoj njerëzit që të mund ta kuptojnë mirë, të kenë bindje, siguri me të vërtet për temën, për konceptin
që ta kuptojnë mirë që t'jetë diçka e qartë, që personi të mund të marrë hirin e Perëndisë dhe Perëndia të jetë pranë tij. Kjo është detyra jonë. Ne nuk do të kritikojmë apo gjykojmë askënd. As të themi se kjo vjen nga djalli, jo, sepse ne nuk duhet flasim pa menduar. Ne respektojmë të tjerët, por njerëzve po u mësojmë rrugën. Kjo është, u mësojmë rrugën dhe Perëndia na ruajt nga të kritikuarit apo të gjykuarit të tjerëve, sepse të gjithë kemi kaluar të njëjtën gjë, ishim të paditur dhe fal Perëndisë, tani ai po na hap syt dhe mendjen dhe po kuptojmë të vërtetën e Perëndisë. Kjo është pra, kështu që kjo është ajo që ne u mësojmë të gjithë personave, cilit do nga çdo kish, nga cili do besim që vinë, janë të mirëpritur dhe u mësohet dhe fryma e shenjtë u flet dhe Perëndia u bën premtime dhe pjesën tjetër nuk e dim, është Perëndia ai që e di. Zoti ju bekoft.